Isha ullur në bank, thoja të këndojmë këtë imn, sepse një paragraf zotëroi në mendjen time dhe do të ishte shumë bukur thash të këndonim këtë imn. Patjetër ky paragraf që zotëroi në mendjen time tani ishte ajo që zakonisht thojnë fëmijët e vegjël. Po, atë. Zoti është, Perëndia është dashuri. Dhe zotëroi kjo në mendjen time, domethënë ma poshtoi mendjen. Unë tani duke diskutuar në bank ku isha, në gjunjë, them sa e ke kuptuar këtë paragraf. Se Perëndia nuk ka dashuri, por është dashuri. Dhe kjo është baza që do të vazhdojmë, nuk kam diçka të veçantë të them sonte, por thjesht do të lexojmë nga fjala e Perëndisë dhe besojmë se fjala e Perëndisë është ajo që ka mundësinë të ushqejë të gjithëve të ne shpirtin sonte. Perëndia pra është dashuri. Dhe e thot vëlla Gjoni, dishepulli i dashurisë. Do ta thot në letrën e parë të tij dhe e thot në 2 paragrafe. Të njëjtën gjë, se Perëndia është dashuri. Dhe falenderojmë shumë Zotin. Tani do të doja të ndërtojmë dal nga dal jetën tonë dhe ta shohim jetën tonë nëse në të vërtet është e ndërtuar në këtë dashuri. Lexoj vëllai Jorgo dhe falenderojmë Perëndin për ftesat e martesës që janë dhe ka të tjera të cilat mbase janë lexuar apo do të lexohen më vonë, por ajo ose rezultati që ka këtu ftesa është se besoj se ka një veprim dashurie në te. Nga një herë është kështu vazhdon, vëllai Luj thoshte kështu duhet të filloj. I riu ose e reja do të shohin njëri tjetrin, do të krijohet një simpati reciproke mes tyre dhe ai kujdes që japit do të jetë shumë i madh njëri tjetrit, do t'i drejtojë kjo gjë në lutje, në përgjerime, në mënyrë që të vijë ajo e kërkuara që të ngjiten këtu në shkallët afër tribunës, të ulen dhe të dëgjojnë predikimin e Ungjillit dhe pastaj të bashkohen me dashurinë e Perëndisë. Mendoj se një rrugë paralele kemi edhe ne. Ajo që kërkohet nga ne është të bashkohemi një ditë dhe të gjendemi në mbretërinë e qiejvet. Nusja e zgjedhura, zonja e zgjedhur, sikurse e emëron fjala e Perëndisë. Por si e kemi ndërtuar këtë marrëdhënie me Perëndin? Shpesh herë e ka kuptuar tjetri dhe mendojmë se kemi kuptuar të gjithë dhe kam parë edhe unë në jetën time se si paraqesim Perëndin, ose se si na e paraqesin Perëndin disa çështje rreth e qarknesh, sikurse kuptojmë se më të shumti të vijmë nga një rrugë fetare mbase të një fejet, por ki kujdes sepse Perëndia është ai që të pret dhe vajhallit për ty nëse bie në duart e tij. Dhe një gjendje e frikshme, një gjendje që thua ku të shkoj tani, unë nuk do të doja të shkoja kurrë në kish. Deri në moshën 21 vjeçare ku afrova xherave të Perëndisë, thoja të shkoj unë kështu në kish sikur jam. Nuk dua një Perëndi të tillë, jo. Dhe kështu nuk isha afruar kurrë të shveja në kish. Akoma edhe ne bëjmë një gabim të madh. Dhe gabim të madh që bëjmë është se ne vetë shumë herë në familjen tonë paraqesim një Perëndi i cili të pret të ndëshkoj. Nëna i thot fëmijës, ki kujdeso i shkret. Perëndia të shef. Ku më shef mama? Kudo. E mirë, thot, në rregull, thot fëmia. Dhe shkon fëmia dhe shef rreth e qark. Sa po të bëj diçka, thot tani mbarova. Vajzës. Dhe kështu mësojmë një
Perëndi ndëshkues shpeshherë. Më kujtohet dikush që thoshte eja të tregoj ferrin, eja të shofësh. Dhe fëmia dridhej, ferrin po, atje do të shkosh. Nëse nuk pendohesh. Dhe them, kjo është vëllezër dhe motra ku pash në jetën time. Them përfundimisht, ç'është ajo që predikojmë? Derisa shkrimi thot se Perëndia është dashuri. Këtë thot. Dhe mundësisht flet nëpërmjet gojes të vet Zotit ton se kaq e deshi Perëndia botën, sa që dha birin e tij të vetëm lindurin, që të mos humbas kushdo që do të besojë në të, por të ketë jetë të përjetshme. Dashuria, vëllezër dhe motra, e vurit të lëviz kështu. Shpeshherë duam të bëjmë tjetrin të krishterë. Dhe si e bëjmë? Si do të bëhet? Kujdes veshjen se si vishesh, nuk e don Perëndia kështu, e mirë. Dhe kështu vishet del për jashtë dhe vishet sikur të doj. Ki kujdes ku të shkosh dhe nuk të thot kurse ku vajti. Kjo është, domethënë, marrëdhënia që don të ketë Perëndia me njeriu. Po të ishte kjo marrëdhënia e burrit me gruan që do të dilnin këtu, të martoheshin, është një marrëdhënie me detyrim, një marrëdhënie që nuk bazohet në dashurinë, në kuptimin, mirëkuptimin, apo në respektin ndaj njëri tjetrit, si do të vazhdoje kjo martesë? Dhe kjo është ajo që më shqetëson. Vëllezër dhe motra, e para që duhet të mësojmë të tjerët dhe të mësohemi ne vetë se Perëndia është dashuri e para. Kjo është baza e jetës tonë frymërore. Shpeshherë ju them vëllezërve të mi dhe aty ku jam dhe shërbej, them ma përse shpeshherë them merresh me gjërat e vogla, merresh me ato puçkrat e vogël, do më thënë të doli një puçkër këtu në faqe, çfarë të bëj? Vej pak krema apo hiç diçka tjetër ta mbulojmë këtë puçkër. Ma valla. Puçkra është rezultat i sëmundjes. Me çfarë don të interesohesh, me puçkrën apo me sëmundjen? Ma duhet të ndryshosh. S'kam për të ndryshuar kur askënd, sepse nuk mundem. Nuk bëhet që të ndryshoj dikënd. Po të mundja do t'ju ndryshoja të gjithëve. Më kujtohet vjehra ime, ku kishim një marrëdhënie me te vite. Një histori e tërë është kjo, nëse. Dhe më thoshte, më shifte në sy, dhe më thoshte, do të shkoj në qiell. E shifja dhe i thoja, jo. Po të ishe ti Perëndi, më thoshte, do të na kishte lënë të gjithëve për jashta. Pastaj do të shkoj në qiell. Them tani diçka bën mirë. Derisa na gatujte sot mirë, diçka bëhet tani, shkoj mirë. Po të ishim ne Perëndi, vëllezër dhe motra, por falenderojmë Zotin se nuk jemi. Por kemi një Zot që është kaq i mirë, kaq i dhëmshur, na pret të gjithëve me kaq durim të madh. Për këtë arsye na jep edhe frytin e frymës të shenjtë, që ka krishterimin, ka durimin, ka të gjitha ato të mira, ka mirësinë, besimin, zemërbutësinë, vetkontrollin, që të mundet të përbëhet në ne çfarë? Pali ju thot Galatasve se gjendem në një vështirësi të madhe derisa të ndreqet Krishti brenda mejet dhe brenda jush. Dhe ka shumë vlerë të shohim se ky Zot që është brenda nesh kush është dhe çfarë është. Perëndia pra është dashuri, vëllezër dhe motra, dhe marrëdhënia që ndërtojmë këtu është në te, në këtë dashuri të tin.
do të doja të lexojmë pak paragrafe nga Ungjilli sipas Lukës dhe pastaj do të shkojmë tek letra e Gjonit. Pak gjëra do të lexojmë, pak paragrafe. Nuk do t'i lexojmë të gjitha, do të lexojmë tek Luka, siç tham, në kapitullin e 8 ose në kapitullin e 9, në 7, më falni, një pjesë nga Ungjilli që fryma e shenjtë na ka vënë këtu që lejoj Perëndia ta lexojmë këtu sot. Ai që u ftua në tryezën që ishte e Simonit fariseut, i cili ka gjithë atë dëshirën e mirë taftoi, mbase ka bërë edhe një mund të madh për të bërë një tavolinë të tillë, një tryezë të tillë, kapitulli 7, paragrafi 36 tek Luka, dhe aty gjendet pra edhe Jezusi me dishepujt. Një grua që ka dëgjuar dhe ka kuptuar se në atë shtëpi do të shkojë Jezusi. E dini se çfarë kuptoi ajo grua? Pa se në këtë shtëpi është dashuria. Dhe nëse kjo shtëpi nuk ka dashuri, nuk mund të qëndrojë askush në te. Dhe në qoftë se në shtëpinë time nuk zotëron së pari dashuria e Perëndis, mos u afro dhe s'ka për të afruar kurrë askush. Thjesht them këto, në qoftë se djali plank prishës, sepse më bëri këtë pyetje një vëlla. Jam të them diçka, më tha vëlla. I them çfarë? Po të shkonte tek babai i tij dhe ti thoshte babai i tij të mbaruan parat. Do t'i thoshte jati, merri 5.000 euro akoma dhe ik. Do të ikte, më thot, çfarë thua? Do të them të vërtetën, këtë pyetje të parën herë e kam. Ku kuptove? Nga e nxore këtë pyetje? Jo, më thot ka rëndësi, do të ikte përsëri me lek. I them jo. Sepse ajo që e bëri të kthehej mbrapa ishte dashuria e atit të tij. Po të kishte një atë të keq, një baba që do ta godiste me fjalët e tij, sepse e dini se fjalët janë më të këqija nga veprimet, po të kishte një baba që s'do ta kuptonte dhe nuk do ta hapte përqafimin e tij, nuk do të kthehej kurrë në shtëpinë e tij. Por e bëri të kthehej, vëllezër dhe motra, ajo dashuri ose ai përqafim i mrekullueshëm i babait të tij. Pra e kupton kjo grua pavarësisht për mëkatin e saj se aty brenda gjendet Jezusi. Dhe Jezusi do të thot dashuri. Nuk do të llogaris pislekun e saj, nuk do të llogaris fjalët që do t'i thohen, nuk do të llogaris koston që do të gjej, fjalët thashëtheme që do të flasin të tjerët, por të vetmen që mendon është se duhet të marrë me vete atë vaj e rëkëndshëm dhe të shkoj të gjej Jezusin. Dhe shkoj. Shkoj aty, qëndroj pas këmbëve të Jezusit, vazhdoj të qaj, vazhdoj me lotët e saj të bien mbi këmbët e tij, t'i fshi me flokët e saj dhe t'i puth ato këmbë dhe t'i lyej me vaj. E dini, po ta përkthenim në një përkthim të lirë, vallë, po të mund të dëgjonim zemrën e saj, çfarë do të thoshte? Me fal o Zot. Me fal. Erdha këtu sepse e kam mësuar dhe e di se ti ke mëshirë. Erdha të derdhi lotët e mi për të thënë dhe për të kërkuar të më falesh. Dhe pres një fjalë tënden. Një fjalë e jotja më mjafton. Përse? Të më ndryshoj jetën, vëllezër dhe motra. Jeta jote nuk do të ndryshoj dhe jeta ime nuk do të ndryshoj, po të mos ndjeku këto hapat të mrekullueshëm, që janë hapat e pendesës dhe të dashurisë. Pa tjetër që dini të gjithë historinë, Simon Fariseu do të thoj, po ta dinte
se kush është kjo grua që e prek Jezusin, çfarë të them? Është gruaja më mëkatare. Dhe gjithashtu dua t'u them diçka tjetër. Më falni vëllezër dhe motra, por një mësim që kam marrë tani në kohët e fundit është se duhet në jetën time, e vej fjalën duhet, që të largoj një shprehje dhe të mos i them asnjë njeriut të papastër, të mos quaj askënd të papastër, të mos i them askujt besimtar apo jo besimtar, të mos karakterizoj asnjë njeri për asgjë. Nuk kam asnjë të drejtë. Nuk të ka dhënë këtë të drejtë Zoti. Asnjë njeri, si do që të jetë, çfarëdo që të jetë, çfarëdo që të vesh, çfarëdo që të thotë, dhe na thoshte një vëlla punon në aerodrom, aeroport, si thojnë. Dhe atje ka një djalë nga Afrika, i ka paraqitjen e tij, ka çevarin në flokët e tyre diçka i shtojnë, dhe thjesht shkruan në bluzën e tij paragrafe nga shkrimi. Dhe Jezusi është dashuri, Jezusi të don, dhe shikon të vëllai dhe thoshte, me ato flokë si ka bëraj, flet për dashurinë, ma ty që të prish punë. Ma është i zi. Po por ai mund të jetë i bardhë për brenda dhe ti mund të jesh i zi për brenda. Dhe i thoshte, brother, how are you? Me thotë edhe vëlla kështu, po. Dhe shkoja një ditë, thot atje të ndërrojmë rrobat, dhe bën kështu, a i zju, nxjerri, hoqi bluzën e tij, dhe shef, vëllezër dhe motra, trupin e tij të fishkolluar, via nga kamxhikët që kishte hëngër. Dhe e pa vëllai. Dhe i thot, vëllai im, qa janë këto që ke në trup? Dhe ai uli kokën dhe tha, vëlla, kam shenjat e Zotit tim në trupin tim. E din çfarë do të thot të jesh i krishterë në vendlindjen time? Këto thot janë më të paktat që mund të kesh. Dhe vëlla e kuptoi. Ma vëlla im, ka në flokët e tij ashtu siç i ka. Vëllezër dhe motra, nuk është që të vëmë ato flokët ashtu. Por e din se çfarë ka brenda tij ai njeri, çfarë dëgjon, si është mësuar në jetën e tij. Lere. Çfarë të prish punë ti se si ka flokët? Ti mos i vej ato që ka vënë ai. Por ti kur nuk ke vënë një paragraf këtu përpara tejet se Jezusi është dashuri. Dhe nuk i ke shenjat e kamxhikëve në trupin tënd, dhe nuk ke edhe ato flokët ashtu, por kur don të rrefesh thua, nuk pi cigare, kush? Ma preu, kush ta preu cigaren? Vjehra jote, nusja jote, kush? Përpara shumë vitesh, ma preu, as të rrefesh nuk mundesh dot. Dhe ja që, vëllezër dhe motra, nuk kemi të drejtën që të themi asnjë njeriut ta quajmë të papastër. Po ta shifte Pietri Kornelin, do të thoshte se është i papastër. Korneli. Por Zoti e pa Kornelin dhe tha se ai është një njeri i cili unë për pak ditë do ta pagzoj me frymë të shenjtë. Dhe do ta zgjedhi këtë njeri që të shfryje fryma ime e shenjtë në të gjitha kombet. E pa kuptueshme nuk mund ta kuptoj të njeriu, kjo grua. Kush mund ta kuptoj tani këtë grua? Cila ishte ajo?
do të shohim më vonë tek Ungjilli sipas Gjonit se e quajnë e shenjtja Fotini. Ishte ajo që kishte marrë 5 burra dhe ishte samaritësja, Kush mund të kuptonte se ajo grua që kishte marrë 5 burra, se ai burr që ka sot nuk është i saj, dhe pak dhe do të shkojë në Samari, në Sihar, dhe të dëshmoj dhe të thot, e jani të shifni dikën që më tregoj gjithçka. Dhe dini vëllezër dhe motra, i shfaqi të vërtetat theologjike të mëdhajat, se Perëndia është frymë dhe kush e adhuron atë në frymë dhe në të vërtet do ta adhurojnë. Dhe ajo grua do të shkoj brenda dhe do të rrëfej dhe do të sjell gjithë Samarin, do të sjell Samarin tek këmbët e Krishtit. Kush? Ai, ajo që ti ose unë apo gjithë secili nga ne mund ta quaj të papastër. Ja pra, vëlla Kosta, Zoti të na fal. Dhe vjen tani kjo grua, t'i laj këmbët, dhe thjesht shpresa e vetme e saj është të dëgjoj një fjalë, t'i hedh një shikim Jezusit, të mos e ndjek, të mos preket nga gjithë ambienti në të cilin ndodhet, që është në shtëpinë e Simonit, të mos preket nga të gjithë ato. Nuk doja t'ua thoja, por më kujtua tani. Por mire është t'ua them. Për para pak vitesh, në Kish, isha vënuar të shkoja, ishte ngjitur vëllai në tribun, kishte vazhduar predikimi, dhe ishte një vëlla në tribun, sikur unë, me kollare, me kostum, dhe bëri të njëjtin predikim për dashuri. Ula në bankën e fundit dhe aty ku ula dhe shifja, hapi derën dhe futet një. Çfarë t'ju them? Uji për të ishte një fjalë e panjohur. E kuptoni se si ishte. Ulet pranë mejet, kryqëzoi duart dhe dëgjon predikimin. Unë pranë tij. Them, mos foli, them vetës, mos merr frym, mos bëj asgjë. Dëgjon predikimin, mbaroi, i them vëllait, i bëra me shenjë që ta mbyllë ai në tribun, dhe vëllai me të vërtet vazhdoi të puth djathtas, majtas, të përqafohet me të tjerët. Ai shifte. Dhe sapo arrin në një distancë prej 4 metrash, i thot, hajde këtu. E pa vëllai, dhe i thot, unë? Po, ti, thot. Thot, qfar? Hajde më afër, i thot. Vëllai i thot, përgjegjësi i kishës është pranë tejet. Kthehet me shef, them po. Them jo inshallah, do të më prek. Kthehet dhe me shef dhe më bën jo atë. Ty të dua. Ju afrua vëllai pastaj dhe i thot, e pash se si flisje për dashurinë. Të pash se si flisje për mëshirë, i pash të gjitha se si flisje. Dhe i thot, çfarë do të thoje të më përqafoje dhe të më jepje një të puthur? Dhe them, unë? Ty? Thot, po, ti mua. Eja, i thot, ku ti afrohej vëllai? Dhe atëherë bëhet ajo e përkryera. E kap ai, e tërheq pranë vetës së tij, e përqafon dhe i jep 2 të puthura, një në të majtë dhe një të djathtë. Vëllai kishte mbetur si shtyll. Dhe qohet dhe ikën. Kthehet dhe më thot, çfarë bëhet tani? Them, nuk e di. Ty zgjodhe, i them. Ma, sa largë është, vëllezër dhe motra, vepra nga fjala.
sa larg është Simoni nga Jezu Krishti, Simon Fariseu, dhe kur të mos qëndrojmë, të mos mbetemi larg Jezusit. Kur? E pa, i tha pa tjetër atë të bukurën për ato borxhlit dhe mundësisht i bëri një pyetje. I thot, të lutem më thuaj. Kush do të doj më tepër nga ato që i fali borxhin? Do ta doj më tepër ai që i fali 500 denaret apo shikoni, nuk i bëri pyetjen se kush do të ndjej mirënjohje, kush do të jetë me fat, kush do të ishte ai që do të thotë sot se ishte dita më e mirë e jetës time. Por është se kush mendon se do ta doj. Nuk ka rëndësi borxhi. Rëndësi ka dashuria. Dhe i thot se mendoj se ai të cilit ju falen më të shumtat lek, 500 denaret dhe jo 50 denaret. Mirë, i thot, e the, dhe do ta mbyllë duke i thënë, prandaj unë po të them, i thot tek paragrafi 47, të them se mëkatet e saj të shumta i janë falur, por këtu ka një presje, nuk ndalon të falura janë falë mëkatet e saj, sepse qau në këmbët e mi, sepse me flokët e saj fshiu këmbët e mi, me dha edhe erën e këndshme. Sa vlerë kishte ai vaj e këndshme, jo, nuk i thot këto. Por ndalon këtu me një presje dhe e vazhdon pastaj. Janë të falura mëkatet e saj, sepse ka dashur shumë. Dhe vëllezër dhe motra, se sa i krishter, nëse më lejohet kjo shprehje, se sa i krishter jam, masa dhe pesha që mund të krahasojmë, jo të krahasojmë njerin me tjetrin, por të krahasojmë se sa kemi dashuri. Sepse thot Perëndia, ka që deshi botën, sa e dha birin e tij të vetëm lindurin. Pa dashurinë, nëse Perëndia nuk e donte botën, nuk mendoj vëllezër dhe motra se do të jepte. Dashuria ka një sjellje flijuese. Dhe baza e jetës tonë frymërore është dashuria. E dini, shpeshherë dëgjoj dhe e kam parë këtë në jetën time, pash një ëndër, shumë të bukur. Kam edhe dhunti të shoh ëndra. Harrova t'ju them. Bëj edhe mrekullira. Dhe u bë diçka trënditëse. Dhe u bë edhe diçka e mrekullueshme, apo u bë diçka e pabesueshme. Dhe mendoj, vëllezër dhe motra, them, përse ato njerëz që bën diçka trënditëse, ose ato njerëz që patën dashuri, pra me mënyrën e tyre profetizuan, përse ato njerëz që me të vërtet në jetën e tyre u bën shenja dhe mrekullira, përse atë ditë dëgjuan, ikni prej mejet ju që keni vepruar me paullësi. Nuk ishte kjo mas krahasimit. E din çfarë do të thotë të dëbosh demon, ku do ta donim. E din çfarë do të thotë të shërosh
të sëmurët në emër të Jezu Krishtit. E kërkojmë këtë që t'i shëroj Krishti. Por të gjitha vëllezër dhe motra vazhdojnë nga kjo. Largohuni prej meje të gjithë ju që keni vepruar në çfarë? Në paudhësi. Paudhësi, ma përse e thot këtë? E thot këtë për një arsye të vetme, sepse thot, kur s'ju kam njohur? Ma kur s'më ke njohur? Kur? Çfarë do të thot kjo kur s'të kam njohur? Dhe thot fjala e Perëndis. Ai që më njeh do të zbatoj urdhrat e mia. Do t'i zbatoj urdhrat e mia. Por njohja ime me Zotin, vëllezër dhe motra, duhet të kaloj së pari nga dashuria. Nuk mund të kaloj nga ligji. Dhe për këtë arsye Zoti na kalon së pari të gjithëve të ne, së pari nga dashuria. Nuk ka asnjë këtu në këtë sallë dhe asnjë i rilindur kur në të gjithë botën që Zoti nuk e kaloi nga dashuria. Nga ku e kaloi? Ma nga kryqi i Golgotës e kaloi. Nga aty e kaloi. Që të njoh së para së gjithash dashurinë që ka ai për mua. Të më marr ngarkesën, të më marr gjithë atë, nëse më lejohet të them, atë peshë që kisha në jetën time. Dhe vjen thjesht të më jap rastin që ta njoh, që ta shoh, që ta ndjej, që ta kuptoj. Sepse kur nuk e kam forcën do të ma jap Zoti. Por kur nuk dua në jetën time që të flijohem, është sepse nuk kam dashuri. Sepse sjellja jon në mënyrë flijuese vazhdon vetëm nga dashuria. Për këtë arsye thotë edhe apostulli Gjon në letrën e parë të tij, në kapitullin e 3, në kapitullin e 2, dhe nga këtë e njohim dhe e dim, kapitulli 2, paragrafi 3, dhe nga kjo e dim se i kemi njohur atë në qoftë se i zbatojmë urdhërimet e tij. Dhe çfarë tjetër? Unë e kam njohur atë dhe nuk zbaton urdhërimet e tij, është gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në te. Por kush e zbaton fjalën e tij, me të vërtet, dikush pra që din paragrafet nga jashtë, letrat, kush shkruajti, se sa shkruajti Pietri, Pali, Gjoni, sa kapituj kanë, jo ditoria. Por në qoftë se nuk zbatoj, dhe që të zbatoj këto, duhet t'i njoh, dhe që t'i njoh këto, duhet të njoh vetë Jezusin. Të njoh dashurinë e Jezusit. Dhe thot, ai që zbaton fjalën e tij me të vërtet, në këtë brenda tij pra, dhe në gjithë këtë çështje, ç'është ajo që fshihet? E dini se çfarë fsheh? Dashuria e Perëndis në te është e përsosur. Dashuria e Perëndis është e përsosur në te. Kush zbaton fjalën e Zotit? Ajo që është nevoja të ndryshojmë, është të ndryshojmë vetën tonë. Mos u mundo të sjellësh askënd në Krishtin, në qoftë se pari nuk i shkon afër që ta duash. Dhe kjo është e vërteta. Unë këtë kam thënë, nuk do të mundohem të ndryshoj askënd. Nuk do të shkoj sepse fjala Perëndis predikohet. Nuk do të shkoj me detyrim ta detyroj tjetrin. Jo, vëllezër dhe motra. Nuk don
me detyrim Zoti që të jemi detyruar të jemi pranë Tij, por don që ta dua dhe të flijohem për te. Nëse nuk e dua, nuk mund të bëj diçka që të flijoj diçka për te. Dhe këtu është i gjithë misteri i jetës tonë frymërore. Kam problem me vëlla Kostën, nuk kam, por kam. Si do të mundem t'i afrohem, ta dua me zemrën time, sepse njeriu është coptuar në të qarë, dhe gjithnjë më merr për ditë në telefon, nuk më merr në telefon të mos të keq kuptohemi, dhe më thot, dua të më falësh. Nuk duhej ta bëj atë që bëra. Më fal vëlla, më fal. Dhe unë them, po vëlla, në rregull, do ta shohim. E mirë. E kuptove gabimin tënd? Po vëlla, e kuptova. Je i sigurt? S'do ta bësh më, e? Jo. Kështu nuk e ka njohur dashurinë e Perëndis. Sepse dashuria e Perëndis mirë është që ta kuptojmë, duhet të lexojmë kapitullin e dashurisë. Dhe të gjitha këto bëhen në jetën tonë dhe duhet të drejtohemi për në kryq të Golgotës. Amen.